I keni çekuar pra nëse ka mundësi financiare? Diferenca midis administratës kaluar dhe administratës tonë është që ne kemi 10 fishuar taksën. Pse kemi 10 fishuar? Pra, në dallim nga ata që bëjmë bër për oligarkët, unë kam me fakte. Pra unë me oligarkët kam vajt në gjyq dhe kam fitu. Sepse kam thënë, sepse me oligarkët kam humbur unë. Rregull. Po edhe? Kam humbur me oligarkët. Fitova 8-1 në gjykatë kushtetuese nga 9 veta. Po, edhe? Dhe oligarkët e paguajnë 10 fish taksën. Pra Lali ndallim me Lulin i rrjep në kuptimin e mirë të fjalës për interes publik, se këto shkolla kopshte qertë me diçka do bën. Kanë mundësi financiare për të çuar deri këtu. Se ka njerëz që hyjnë, paguajnë dhe taksën dhe ngelen brenda. Këtë po them. Për sa kohë që ata kanë paguar një taks kaq shtrenjtë, është provuar shkencërisht që incentiva për ta mbaruar në kohë më të shpejtë dhe me cilësi më të lartë është më e madhe sepse kanë paguar tashmë. Nëse nuk i mbarojnë, ne kemi amenduar ligjin, bashkia i konfiskon dhe i mbaron vetë. Zoti Veliaj, dhe një pyetje tjetër. Me ato që janë paguar në taksë. E di që nuk është punë direkte juaj, por besoj që ju do t'ju shqetësoj. Duke referuar dhe një raport të Departamentit Amerikan të Shtetit që flet për pastrimin e parave të pista në ndërtim, do të pyesja, a keni ju sinjale ose a keni shqetësim që parat pista që kanë ardhur nga kanabisi, nga tregtia e kokainës, heroinës apo aktivitetet tjetra kriminale mund të jenë investuar në ndërtim Tiranë. Nuk po flas për kullat e mëdha që pak a shumë i dim kush po i ndërton, por në gjithë të ndërtime që ju thoni, edhe në periferi, edhe në këtë rrugë dhe në atë rrugë. Pra, a rrezikon që parat e pista të hidhen në ndërtim dhe të pastrohen përmes ndërtimit në Tiranë? Të paktën kullat e mëdha. Jo, kullat pak a shumë apo le të themi ndërtesat ikonike, ne gjithmonë kemi bashkëpunim me prokurorinë, me Agjencinë e Pastrimit të Parave. Verifikohen përpara? Po, çfarë na ndodh? Është njësoj si ti sot të kesh bler orën, akpucët dhe kollarën, nga dikush i ka vjedhë dhe i ka shit dyqan. Pra ajo që na ndodh është dikush merr lejen dhe e shet ke një palë të tillë. Aty nuk është bashkia më që kontrollon. Pra bashkia kush verifikon pas? Është institucioni i pastrimit të parave. Pse ndodh që e marrin lejen dhe e rishesin me si çdo lloj prone. Pra në fakt kompania që ka marrë lejen është një pronë. Nuk ka penalitet në këtë rast. Si çet dyqani, nuk e ndalon dot. Pra në këtë fazë janë ata që kontrollojnë transaksionet bankare. Pra ne nuk kemi një institucion lizbatus. Ndërkohë, zoti Veliaj, keni premtuar diçka që do të ndaloni, do të bëni një audit për ditë, po. Ti jem i ndershëm me veten, pastaj me ju dhe me gjithë publikun. Për shumë fishimin e hapësirave të gjelbërta me që ishte pjesa tjetër. Pra, spari, moratorium derisa të ketë plan. Kur ka plan, 80% e privatëve jashtë qendrës dhe mbasi ka plan, çfarë do bëjmë me zonat e gjelbërta. Dua të kujtoj që kur kemi bërë intervistën e parë pasi fitova zgjedhjet, pyetja e parë ka qenë për sherrin që ishte me komunitetin rom te pjesa jugore e liçenit. Po. Kishte 22 ndërtime pa leje, DJ plastik, urra i Gjermani u bë i vdekur dhe këtu kemi qenë në ato studio, sot fituam 2 fish liçeni. Mjafton, nuk kam nevojë të bëj publicitet. Mjafton dikush të bëj xhiro nga rrotull liçeni u 2 fishua e para. Po ka njerëz tjerë që thonë që ju do ndërtoni te garda. Duke hyrë në pjesë të parkut liçeni. Ti marr me radh. Farka, parku i Farkës nuk ekzistonte fare. Të sfidoje ke afër shtëpisë, një xhiro ke parku Farkës, ka mbaruar gjysma e parkut. Vetëm aty janë mbjell 50.000 pemë. Pra, mirë keq, kur ti ki unë nga Bashkia e Tiranës, do ketë dhe një park të dytë, që mbas 20-30 vitesh do janë bërë pemë të larta se parku liçenit. Sot, teksa flasim sot, 10.000 mbjellje vetëm në Allxhat, që është kodrina në Vajqar, sa kalon Sharrën. Pra, është shumë fishuar gjelbrimi dhe është përfshirë dhe unë i pudh duar çdo qytetari që ka mbjell një pemë. Tani këtu kisha një ndërhyrje që në base s'ka të bëjë me misionin. Po nëse shohim statistika. Unë nuk i numëroj dot pemët, të besojnë atë që thoni. Po jo më njerëzit kanë lënë shohin kush del ke liçeni ose në farë shoh. A është normale zoti Veliaj që çdo qytetar që mbjell më një herë ta kthenin publicitet? Se kam pasur disa herë dëshirë të vi të mbjell disa pemë, qoftë për kujtim të gjyshes, të gjysheve të mia. Kam frikë se më nxjerr fotografi direkt edhe në poston në Instagram. E para punës mos ki frikë se krenari është me dal me një që punon. Po jo, pse duhet bër publicitet për gjë që bën? Njerëzit janë duke vjedhë dhe bëjnë fotografi. Ne jemi duke mbjell pemë dhe pas kemi mbjell pemën e mbjell vetë, s'ka nevojë të dalë fotografi patjetër. Në Tiranë ka çdo ditë mbi 40-50 raste që mbjellen. Qytetarësh. Po, unë shkoj për t'inkurajuar aty ku dikush insiston se thot aman se babi ka 80 vjetorin, aman se goca ka 5 vjeç ka shumë qejf. Pra, shkoj një herë në 2-3 ditë në një rast. Njeri që shef media duket sikur ti punon vetëm fotograf tek mbjellja pembe. Vetëm i dhën Zoti dëshirë të mbjelli, pas ka nevojë të ma shohë suratin kur aman vetëm të ketë këtë qytetari ta mbjellë. Tek garda do ndërtohet? Tek garda do ndërtohet biblioteka kombëtare. Biblioteka kombëtare në cilën zonë? Për të gjithë se kur shikoj ata të shqupit që s'kan lexuar libër. Lëre mos më bëj replika. Garda sot nuk është fare e qytetit tonë, është bazë ushtarake në qytet që tashmë i ka 18 ndërtesa. Pra nëse ne prishim